Shpirti bukur I poetes Bona Mula të befason me frymëzimin që jep mendjes dhe duarve të saj, që të krijojë gjëra të bukura. Kësaj radhe në studion e emisionit Arom Shkodre nuk e sjellin vargjet e mrekullueshme, por lulet e mbledhura gjatë udhëtimeve, të vendosura aq hishëm në korniza, si një ide brillante për të krijuar pse jo, dhurata për të afërmit dhe miqtë tanë. Ne ke punisht e shpinë, kam një bërë të madhë, shumë të madhë me gjithë llojet e pemëve, të luleve, të pafundme, që është para sa jeme, që se latë do të pse kam ngel vetëm thonë bon pësësi kësi ki do. Kurse në pjesën e dytë të emisionit Arom Shkodre vjen një surprizë mjaft e këndshme që I bëhet zonjës Marie në 75 vjetor në lindjes së saj. Maria është 25 vjeçe, ndërsa Gjoni është 27 në këtë foto dhe bëni llogarit vetë. Mbas 50 vitesh kjo foto, duke shpresuar gjithnjë në dorën e një profesionisti, të vitalizohet dhe ti surprizojmë me rastin e ditëlindjes. Fotoja do të udhëtonte nga Shkodra në Tiranë. Por detajet e emocioneve të mëdha që shkaktoi do të keni mundësi të mësoni të premten datë 14 mars 2025, ora 21, në emisionin Arom Shkodre të TV1 Channel.